Që në atëre të Fadil Berisha sa mbaju në mënd, dhe kur e kam hapur derën e mbaj mënd një gotë që ishe vërtet më e bukra dalloheshe. Edhe s'ke ndruar fare. Njëjtën mund ta them edhe unë për ty, gjithsesi rrugtimi yt ka qenë ndoshta ka filluar ndryshe, ka përfunduar, nuk ka përfunduar, por është zhvilluar edhe normalisht do t'i diskutojmë së bashku. Pas hapi, është vërtet. Do të themi pak mbrapa në kohë, e kuptojmë që Besa nuk është nga Kosova, edhe do të themi shumë mbrapa në kohë ndoshta për të kuptuar se çfarë lidhi Besën pikërisht me Kosovën fillimisht. Unë këtë gjë e kam sikur, fillimisht më ka lidhur familja, por pastaj edhe... Gjete vetën? E kam gjetur vetën, po, është e vërtet. Planet e tona fillimisht nuk kanë qenë që ne do jetonim në Kosovë, por pastaj e pam që punët përna ecin mirë dhe pse jo mos të rim në vendin tonë një farforme. Po si u gjenden ato fillimet e tua të para në Kosovë? Fillimet e mia kanë qenë shumë të mira. Unë asnjëherë nuk e kam ndier veten në Kosovë si të huaj, sepse nuk e huaj Besa. Nuk jam e huaj, patjetër. Diskutohet kjo. Patjetër, por ishte pak sepse unë jam rritur në Stamboll, as në Shqipëri nuk jam rritur, dhe ishte pak një vend ndryshe, sidomos po, një vend që ishte sa kishte mbaruar lufta, nuk ka patur as drita, as ujë siç duhet, por megjithatë mua më zhdukur mirë për arsye sepse isha e lumtur për atë çfarë isha unë këtu. Kështu që nuk e kam ndier veten të huaj, siç e thash, më kam pritur shumë mirë, dhe unë ende vazhdoj të jetoj në Kosovë më shumë se sa në Shqipëri. Dhe kur filloi rrugtimi yt profesional? Me sa një Besën unë ka filluar me flokët dhe me grimin. Kështu të paktën kemi pas edhe ne kontaktin e parë. Po, është vërtet, është vërtet. Industri. Këto 7 vitet e fundit, unë kam filluar që të merrem dhe me estetik, për arsye sepse unë shkollën e mesme e kam të mbaruar për infermiere, dhe nuk është që e kam përmend në një shef të madh, por ja që vjen dita dhe sot ajo gjë të shpërblet. Estetika mua më ka lidhur për arsye sepse ka qenë kërkesa e shumë klienteve, njëra nga ato kam qenë edhe unë, sepse trendet janë gati 7 vitet e fundit, njerëzit nuk i japin më rëndësi make-upit, sa i japin shumë rëndësi se si e kanë lëkurën. Shëndeti i lëkurës është shumë i rëndësishëm dhe pastaj vendosa që unë të shkollohesha në këtë drejtim, shkollën e kam mbaruar në Qipro, dhe jam e lumtur për arsye që kam bërë ato shkollë që unë dëshiroja, dhe sot jam shumë aktiv, sidomos për pjesën e estetikës. Kuptohet shumë mirë që edhe flokët, edhe make-upi për mua është një dashuri e vjetër, edhe gjithmonë ka për të mbetur ashtu, por edhe estetika është dashuri më vete. Do të ndalemi te estetika pak më vonë, gjithsesi do t'i kuptojmë pak a shumë hapat në të cilët ti ke kalu, përpara se të arishte estetika. I përmendëm flokët dhe grimin, e cila mbetet një dashuri e jotja, vazhdon të... Vazhdoj. Patjetër, por gjithsesi edhe me këtë lukun tënd që kështu të mbaj mende, dhe që nga fillimi, je një grua që nuk diskutohet, sidomos për flokët e shkurtra që jo shumica e grave kanë ndoshta edhe guxim që të i Po, është e vërtet, sepse flokët e shkurtra kërkojnë tipare të rregullta. Ndonjëherë floku i shkurtër themi që është më i lehti, po ka raste që shumica e klientëve të mia kur duan nga një flok të gjatë të përfundojnë kështu të shkurtra, nuk e ndjejnë veten dhe aq shumë komode sepse thonë që duhet shumë kujdesje, shumë përkushtim. Por është e kundërta realisht. Megjithatë, unë kam rënë rahat te flokët e shkurtra dhe është një lloj komoditeti vërtet për mua. Ndonjëherë mendoj që dua t'i zgjas sepse unë kam pas një flok goxha të gjatë, por e shoh që nisem në atë rrugtim dhe pastaj e shoh që jo, do kthehem përsëri tek e shkurtra. Ndoshta është më shumë te komoditeti, unë mendoj. Je rehat? Jam rehat shumë, se s'marrin fare kohë. Po. Fare. Pse e kanë frikë vajzat flokun e shkurtër? Kenë flok të shkurtra? Po, sepse floku i shkurtër realisht është pak guxim. Por kur mësojnë pastaj e kuptojnë që floku i shkurtër është dhe një komoditet. Të karakterizon ky guximi? Të ka karakterizuar gjithmonë? Patjetër. Kështu që flokët e shkurtra unë i kisha thënë që
të gjitha ato femrat që kanë dëshirë që t'i presi flokët e shkurtra, në ratë parë duhet kënë tiparet e rregullta dhe pastaj pse jo, pse mos ta bëjnë, sepse vërtet është të tregon, ku di unë, dukesh më shumë bie në sy, se sa ato që i kanë flokët e gjata. Për shembull, sa herë që veten një vend, ndoshta më shpejt bie unë në sy se sa një person që i ka flokët e gjata. Po mirë, të rikthehemi. Dhe komplimentet i marr të shumta, kjo gjë më pëlqen realisht. Kush si pëlqen komplimentet të Besa? Po, është e vërtet. Për të rikthyer tek rrugtimi edhe ndoshta tek sfidat e gjitha atyre viteve përpara se të kalojmë tek studimet e tua në Çipro. Cilat kanë qenë dhe çfarë kanë qenë ato kohë? Në fund të ditës ka ndryshuar shumë ka atyre viteve kur gjithçka me lukun, me flokët, me përdorimin, me stilimin, me gjithçka. Është e vërtet, sepse atëre kemi qenë një stilim më ndryshe, por do me thënë bota, sektori i bukurisë është nuk mund ta ndjekësh dot, hapas hapi ka lloj-lloj risish, kështu që unë shpeshherë dhe shpreh atë njerëzit nuk duhet të rrinë, mbaruan një shkollim dhe thot ok, jam këtu ku jam, kam një emër, më ka dalë, unë kam një punë të mirë, pse duhet i ndjek këto trendet e reja, por realisht duhet ndjekur. Dhe bota e bukurisë është vërtet e zorshme në një farë forme, sepse çdo 3 muaj dalin gjëra të reja. Dhe ti po nuk i ndoqe ato, atëre ke problem sepse mbetesh mbrapa. Kështu që unë i ndjek shumë realisht dhe në të paktën 2 herë në vit që ka seminare të ndryshme, unë vazhdimisht shkoj dhe e di që kjo mua më avanson tek puna ime. Por ka dhe femra që rrinë standard, nuk e ndryshojnë stilin, i pëlqen ai stil, edhe ato rrinë atë para 10 vitesh. Por që ka ndruar, po ka ndruar veshja, ka ndruar make-upi, ka ndruar femrat kanë më shumë guxojnë, kjo është shumë e rëndësishme. Por dhe akoma do ndryshoj, kështu që unë mendoj që sot trendet po kthehen prapë si vitet e 70-ta, përpara kemi pas një vetull shumë më të trash, sot vetullat janë më të holla. Do të thotë prapë po kthehemi si vitet e 70-ta. Të pëlqen? Më pëlqen. Ky lloj kthimi, kështu më pëlqen, sepse nuk ke më çaj jep dhe ti patjetër që duhet kthesh. Pastaj pas 2-3 vitesh mendoj që prap do kthehemi dhe do rikthehemi në këtë kohë sot që jemi. Ka qenë një trend të kohëve të fundit në rrjetet sociale, gjithmonë duke u kthyer 10 vite mbrapa. Si e sheh dallimin, po themin mes make-upit, flokëve nga 2016 me 2026 që jemi sot? Mendoj që jo të gjithve i shkojnë trendet që dalin të reja, sepse njeriu në rast se ka krijuar një stil të tij si unë, për shembull që unë jam me flokë të shkurtra. Në momentin që unë e shoh shpeshherë veten vendos extension flokë këto, them jo, nuk jam më ajo dhe duhet që të qëndroj te ky stil im. Por është guxim që të ndryshosh, po patjetër është guxim. Por jo gjithmonë trendet ne mund të na bëjnë mirë për neve. Në rast se kemi një stil që ne e kemi krijuar tek vetja jote, mund të kemi disa ndryshime të vogla, por jo duke dalë nga vetja jonë. Kështu që mendoj duhet ndjekur, por jo aq shumë. Pjesa më e vështirë e kësaj pune, Besa, cilën e konsideron? A janë vetë gratë ato dhe kërkesat e tyre, ndoshta edhe komplekset që mund të kemë? Po, është e vërtet. Neve vetë si natyrë jemi pak të kompleksuara, sado që themi që s'jemi, por jemi, sepse gjithmonë mundohemi që të... A jemi të kompleksuara, apo kërkojmë perfekcion? Shive, në rast se të kërkosh dhe të jesh pak e kompleksuar ka dallim, se kur kërkon, atëre e pranon dhe ndryshimin. Por në rast se ti kërkon dhe prap do që të qëndrosh tek ajo e vjetra, atëre unë mendoj që është një lloj kompleksi në veten. Por prap ne si natyrë jemi të tilla dhe nuk kemi çfarë bëjmë dhe nuk ndryshojmë në këtë aspekt, por mendoj që prap jemi të mira, sepse si vetë femra është e mirë edhe ndonjëherë s'ka nevojë as për make-up, prap dukemi bukur mendoj, por ka edhe nga ato femrat që janë pak të kompleksuara më tepër se ç'duhet, me ato të kesh bashkëpunim, atëherë është problem. Problem sepse nuk din ç'a kërkojnë, ti mundohesh të bësh më të mirën, ajo prap është e pakënaqur. Po jo vetëm me ty, me shumë raste. Për shembull, ka raste disa kliente që vinë dhe thonë, filanka nuk më ka bërë mirë, ose ajo qendër nuk më ka bërë mirë. Po ti e di që edhe ti e sharë, sepse në një farë forme kur 1, 2, 3, 4 veta nuk kanë qenë mirë për ty, pse unë e që mirë, më kupton? Kështu që ka dhe raste tilla. Kjo është pjesa më e vështirë, mendoj unë.
Edhe e vështira Ke është... dëgjuar ndonjëherë Po patjetër, kam dëgjuar. Kam dëgjuar, patjetër që më vjen keq, se tek e fundit edhe kolegët e mia, unë mendoj që të gjitha kemi një stil të veçantë edhe jemi të mira për punën që bëjmë, po flas në aspektin e flokëve dhe të make-upit, pastaj estetika është tjetër gjë. Por unë mendoj që secili sot vete aty ku i përshtatet. Sot kemi aq shumë një gamë të gjerë në aspektin e në sektorin e bukurisë, që secili klient mund ta gjejë veten shumë mirë në përqendra të ndryshme. Për shembull, unë kam një klientel që i kam gati 20 vjeçare, si gjithmonë e cek dhe e cek me një mburrje këtë gjë. Kjo tregon që edhe klientët e reja kur vinë, e gjejnë veten tek unë, kjo kuptohet, por e duan kohën e vet. Por jo, mua nuk më duket gjë e mirë kur një kliente mund ta shajë një qendër për make-up dhe për flok tjetër, sepse automatikisht mendoj që edhe unë mund të jem e shartë si ato të tjerat. Po dhe në fund të ditës nuk është se gjithsecili i përshtatet gjithsecilit. Patjetër. Është e pamundur, a? Patjetër, kjo vlen edhe në jetën e përditshme të tonën. Kemi raste që janë njerëzit martuar, kalojnë vite dhe shohim fund ditës që okej, ne nuk jemi më për njëri tjetrin, edhe ndahen se sa të vuash. Kjo ndodh edhe te klientët. Ti mund të vesh një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë dhe shef që nuk je e kënaqur në atë qendër që ti vete, atëherë patjetër që duhet ta ndrosh. Ska arsye tani për të shara? Jo, ska arsye. Gjesh diku tjetër ku përshtatesh apo thjesht. Patjetër, është pak e vështirë derisa ta gjesh veten, por pastaj po e gjete, e di shumë mirë që klienti ama nuk të ndron. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ke qenë gjithmonë kështu si fëmijë, Besa, me këto dëshirat për dukjen, për estetikën? Po, e mbaj mend që unë kur veja në shkollë, nuk e dëgjoja ka qenë që na jepte matematikën një mësuesja jonë. Unë nuk e vija re se ajo çfarë fliste, por unë shikoja se si është veshur edhe si e ka bërë tualetin sot, si ka lidhur flokët, ajo gjë më interesonte më shumë, ose shoqet kur vinin tek unë, që unë gjitha doja t'i rregulloja, t'i bëj, kjo është një lloj pasioni që të vjen si fëmini. Ti nuk mund të bëhesh kur nuk e ke pasion, sidomos puna jonë është e tillë që pa pasion nuk mundesh të arrish në atë pikë që ti dëshiron. Po pse zgjodhe infermierin? Apo në atë kohë ndoshta ka qenë? Jo, e kam dashur për shkak të mamit tim, sepse mami im ka qenë laborante, edhe unë kam qenë një gocë, pas 9 vitesh ka ardhur një jetë vllai im, edhe të gjithë familja donin që unë të bëhesha mjeke realisht, por ishte një gjë që mos e kisha fare me qef, sepse... Kundër dëshirave tu? Po, patjetër, dëshira ime ishte si në këtë sektor që unë jam sot, por ja që kjo gjë të shërben në një të ardhmen kur do që ti të futesh për estetikën, sepse duhet të dish shumë mirë anatominë e fytyrës para se të futesh dhe për estetikën. Ka qenë një dëshirë e imja për të bërë për estetikën, por unë mendoj që kam bërë shkollën fix në kohën e dur, sepse kjo trend është gati 7 vite, më përpara si që thash, njerëzit nuk është i kanë dhënë shumë rëndësi dhe tani është fix në atë kohë që unë u futa dhe sot i shoh gocat që përkushtohen shumë në lëkurën e tyre dhe është gjë shumë e mirë. Shumë e mirë. E bëra pyetjen kështu me qëllim për të dalë pikërisht te kjo pjesa në kohën e duhur. Sepse e ashtu siç po e thua, po t'ishte bërë kjo shkollë shumë më herët, ndoshta nuk do të ishte ky sukses që është tani. Edhe kjo ka të bëjë pak edhe me moshën. Kemi shumë, po flasim sot vetëm për grata, më falni bukave. Ka shumë gratë të cilat në një farë forme e paragjykojnë veten, e paragjykojnë moshën në të cilën janë dhe nuk marrin atë guximin. Iniciativën, po. Qoftë për të ndërruar, apo thjesht për të marrë një hap tutje lidhur me karrierën. Unë mendoj që profesion, sidomos për femrat, është një profesion shumë e mirë. E kam cekur gjithmonë, je shefja e vetes tënde në fund të ditës, edhe ke të bësh me artë, se unë mendoj që kjo është një artë në vete, dhe mendoj që një femër, sidomos po ta ketë pasion, duhet të mbaroj një shkollim dhe pse jo. Kjo nuk ka mosh, sepse në një moment vjen që ti ndoshta i ke mbaruar atë rrugtimin që ne mund t'i themi martesën, fëmijët e gjitha dhe ti thu, dëgjon, në ëndrat e mia unë kam patur që unë do bëhesha një për make-up ose për flokët.
Mendoj që pse jo, pse mos ja nisin qoftë edhe 30 vjeqe edhe 35 vjeqe, sepse suksesi prap vjen kur ti e ke pasion, kuptohet. Në rast se nuk e ke pasion këtë punë, thjesht pse besa e bën apo x personi që ti hysh kësaj pune nuk je asnjëherë suksesshme. Do të kesh, po, pikërisht, do të kesh sukses. Po, do kesh sukses kur ti vërtet e kemi pasion, por kjo s'do të thotë vetëm tek profesioni jon. Kemi shumë profesione që janë shumë të mira për femrat sot. Edhe mendoj që s'duhet të mendojnë që jeta është deri 25-30 dhe tani unë nuk e vazhdoj dot. Jo, duhet ta vazhdosh dhe të ecësh përpara. Mendoj që femrat janë shumë të forta dhe janë të suksesshme në shumë aspekte. Të erdhi shumë e vështirë të kthehesh në shkollani, pse e kuptoj shumë se kjo shkollë nuk është me matematikën dhe me matematikën asnjëherë se kam dashur. Pikërisht me lëndët e tjera të cilat mund të jenë ndoshta të bezdishme për ty. Jo, nuk ka qenë, sepse unë thjesht ishte koha e dur që unë duhet bëja, sepse shikoja kërkesën dhe tek klientët, por njëkohësisht dhe tek vetja ime, dhe ka qenë një shkollë që unë kam mbaruar 2 vjet dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse doja, kjo është në Qipro, dhe pse pikërisht Qipro? Më lidheshe sepse unë nga që kam jetuar në Turqi dhe aty e ndjeja veten mirë, do të thotë, sepse mësimet e këto unë kam marrë në gjuhën turke dhe nuk kam patur problemin e gjuhës, do të thotë. Dhe pastaj ndërkohë e kisha dhe më të lehtë sepse vetëm për provime shkoja më shpesh, nuk kisha nevojë që unë të isha vazhdimisht aty. Gjë që kisha mundësi edhe punë në Stalia anash, as familjen, por njëkohësisht edhe paralelisht. Po. Kështu që kjo ka qenë për mua gjë e mirë, një zgjidhje e mirë që unë kërkoja dhe tani jam fuqishëm që mu vërtet mu pëlqen shumë estetika. Elite Beauty BM, Besa Muqa. Na trego pak se si lindi si ide edhe çfarë ofron Elite Beauty. Faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse është vërtet që unë kam dëshirë ta shpreh këtë shpeshherë. Unë fillimisht kur hapëm Elite Beauty, ne hapëm 2 pika. Njëra ishte për make-up dhe flokët dhe tjetra ishte klinika realisht. Por e kam cekur dhe më përpara, problemi i madh ka qenë me staf. Dhe e pash ishte shumë e vështirë që të kesh 2 vende, por problemi i madh ishte tek stafi dhe u zgjerovëm shumë. Dhe sot Elite Beauty është vetëm në një pikë që i bën të gjitha në një vend. Ne ofrojmë shërbimet me lazer, kemi aparatura si është hifuja që është për tërheqjen e lëkurës, kemi trajtimet të ndryshme, mezoterapi, kemi pastrimet e fytyrës që është shumë e rëndësishme, që çdo muaj kjo gjë bëhet tek klientët tonë. Kemi flokët, kemi make-upin, këto gjëra i ofron Elite Beauty, kemi dhe përdopsim për mbajtjen, do të thotë, sepse kjo është një term pak e kemi bastarduar në një farë forme, do të thotë që këto aparatura të dopsojnë, jo, këto aparatura nuk të dopsojnë, këto aparatura të rikthejnë musklin, por në rastin e kemi të bëjmë me një kliente që ajo sa del nga ne, nuk ka kujdes në ushqimin, vetë abuzon, ha një hamburger ose ku e diun një sasi me kalori dhe ne presim që kjo të tregoj rezultate, jo absolutisht. Duhet të dim që të kujdesemi për veten tonë, të paktën hecja shumë e rëndësishme, ushqimi dhe njëkohësisht pastaj kur i bashkangjit me këto lloj trajtimesh që ne i ofrojmë në qendrën tonë, atëherë rezultati është i dukshëm. Këto gjëra i ofron dhe mbi të gjitha i ofron në një domethënë shërbime kualitative, sepse ne kemi teknologjitë më të fundit dhe mendoj që nuk marrim aq shumë kliente në ditë, por fokusohemi më shumë tek më pak klient, por që të mbaroj rezultatit që të jenë 100%. Dhe tani është, me sa unë e vlerësoj, është një industri goxha fitimprurse. Përveç asaj. Po. O doja të thoja kompetitive. Po. Din të ketë një konkurencë goxha të madhe, duke marrë parasysh që tani ka trajnime nga më të ndryshmet, besën e kemi të shkolluar, po ka estetistët të cilat kanë kryer 1 apo 2 trajnime dhe në fund performojnë apo hapin klinikat e tyre. Po, është të vërtet. Ditë ketë tani edhe dezinformata në këtë aspekt, apo thjesht edhe performancat të cilat nuk janë nga personat të cilat mund të cilësëm adekuat për të përfunduar?
ato janë të guximshme, mendoj unë, por fajin nuk e kanë ato. Fajin e kanë vetë klienti që vete. Sepse, për shembull, te klientemi, të marr rastin vetëm po flas tek aspekti te klientemi, para se ne bëjmë çdo herë një trajtim, para punës unë flas me to dhe ja shpjegoj shumë mirë, 10-15 minuta, për çfarë vlen ky trajtim, çfarë do jenë benefitet, çfarë do jenë vështirësitë pas trajtimit, sa ditë do kesh iritim në lëkurë. Do thotë, të gjitha këto paraprakisht i flasim për produktin, flasim për aparaturën, flasim dhe i them që dëgjoj, para sa të vendosësh për një gjë të tillë, më mirë futu dhe lezo pak komentet e njerëzve, se për shumë mund t'jetë e mirë për mua, por edhe pse shpesher komentet e njerëzve ndonjëherë nuk janë dhe shumë real, por ka raste që në këto raste të tilla, në raste të tilla, patjetër. Një ide pak a shumë se çfarë të pret. Por faji është që këto vën vetë, do të thotë nuk është njëri që këto i thret me zor që të vënë në këto lloj klinikash. Domethënë, kur ke një informacion të saktë dhe automatikisht kur ti e hap derën dhe ke takimin e parë me klienten ose me pacientin që mund t'i themi ne, ai duhet të shikoj ty njërë pamjen tënde. Unë mendoj që pasqyra e parë me klientin jemi ne. Dhe pas bisedës është mirë, para sa të vendosësh për një gjë, njërë ullu bisedome të shikoj, do me thënë, si që thash dhe njërë, komentet janë shumë të rëndësishme në këto raste, do të thotë, dhe pas ta i vendos. Për shumë ka shumë raste që ne vim atë ditë ta bëjnë një shërbim dhe ne e lëm për shumë pas 2-3 dite që ajo të bindet mirë për këtë gjë që ajo do bëj në klinik, tek neve. Gjë që është shumë e rëndësishme, si që thashmë përpara informacioni, nuk dua të diskutoj dhe të flas për qendrat e tjera, sepse secili e hap me një ide që e ka marrë parasysh çdo gjë, domethënë edhe të keqen dhe të mirën në këtë rast, por varet se kush i vete, domethënë, prapë zgjidhja është te klientët, edhe ato kanë klientelën e tyre, po kur ndodh në një e keqe, direkt sot ne postojmë se i kemi rrjetet sociale, direkt janë nisi me sharje kjo klinik, bëri këtë, bëri atë, por mendoj që këto ndodhin kur nuk kanë shumë informacione se te kush po shkollën, se çfarë trajtimi ti po bën. Do të thotë informacioni i dur, atëherë unë mendoj që nuk do kem probleme të tilla. Pastaj varet se lëkura nga lëkura dallon shumë, ndryshon organizmi nga organizmi gjithashtu, por është mirë që të dihet cilat trajtime bëhen, tek ne nuk janë që janë duke u bërë trajtime që duhet i bëj një doktor për shembull, sepse i ndahen gjërat, më kupton? Pastaj secili e ka atë punën e vet, por ne rastet të tilla nuk kemi patur problematike, sepse thash dhe njerë, tek ne nuk mungon informacioni dhe klientët e mia janë shumë të ka një kulturë për një pyetje, edhe një uri njëkohësisht, po. Çfarë bën Besa për të pasur këtë dukje rinore, si që tje? Të faleminderit shumë. Realisht nuk është që jam shumë, unë mendoj që është dhe pak gjenetike kjo gjë. Patjetër, është diskutuar. Por patjetër që pastrimet që duen çdo një muaj, atë kam dhe produkte që i përdor që mendoj që mua më përshtaten, kam dhe këtë luks që unë njoh shumë produkte, por sot mendoj që, sepse këtë gjë shpesher dhe cek, që një produkt jo thjesht vetëm nga emri, por duhet shifet dhe jo nga kostoja, sepse ka shumë klientë që thonë, ne përdorim këto emra dhe i besojnë emrit, por realisht ai produkt nuk i përshtatet për lëkurën, duhet të gjejmë produktet e tyre që vërtet i përshtaten, sepse punën më të madhe realisht ato e kanë në shtëpi se sa tek ne, sepse tek ne vinë njerë në muaj që bëjnë trajtimet e tilla, por pastaj përkujdesja në shtëpi është shumë e rëndësishme për produktet që ato i përdorin. Kështu që unë nuk është që bëj shumë gjëra të mëdha, por përkujdesem dhe mendoj që është dhe pak gjenetike. Po mirë, për femrat, gratë në përgjithësi, mbi të 30-at, mbi të 30-at. Ka tretmane të cilat ndoshta duhen të jenë sistematike kombas kohë, që të bajnë lëkurën ndoshta përveç të shëndetshme edhe më rinore, sepse në fund të ditës kështu është duke kërkuar. Patjetër, për shembull kemi pjesën që kësajt nuk i besoj shumë që ne pim ditë për ditë vitamina që janë të kolagjenit, unë shpesher e them që
Mos i besoni kështu. Nuk keni nevojë, mos i besoni përpara, po. Përpara të kujtohet nëna tona, për shembull, e zjenin mishin, e pinin atë lëngun e mishit. Ajo është kolagjeni jonë që fiks atë duhet marrim. Jo me këto vitaminat që shpesher kemi pak abuzuar në këta aspektin që sa më shumë vitamina aq më tepër, po jo. Femrat që janë mbi 30, 28 realisht duhet nisur që ne të kujdesemi dukshëm për veten tonë. Ka trajtime të ndryshme, ka trajtime në verë kemi të ndryshme, në vjesht ndryshe, në dimër ndryshe. Kështu që 12 muaj për secilin klient ne kemi trajtime të ndryshme që ato vinë vazhdimisht dhe gjë shumë e mirë kjo gjë, edhe pse ndoshta dikush nuk ka kohën, nuk e gjen të duhur që të vi çdo muaj, por çdo 2 muaj ose çdo 3 muaj maksimumi ato vinë dhe mendoj që sot din shumë mirë 30 vjeçarët që të kujdesen për lëkurën e tyre. Sot të rejat kemi një çik problem, sepse duan që të përkujdesen më tepër se sa 30 vjeçarët dhe e mbi ngarkojnë lëkurën e tyre. Dhe kjo është gjë e keqe pak mendoj unë. Një informacion i fundit, nuk e din nëse është i saktë, por gjithsesi po është konkluduar se 20 vjeçarët, po ato që kanë lidhur pas të 2 mitave, mund të duken ndoshta pak edhe më të vjetra se millennials. Po, kemi patur këtë temë, po. Kemi patur, po, është e vërtet, sepse kanë shumë faktore, një ushqimi, 2 make-up i tepërt, veshja gjithashtu, e ke vënë re ndonjëherë që ato nuk lëvizin nga ato ngjyrat, i kanë qef ngjyrat e errta, nuk kanë shumë guxim të vishën me ngjyra më të hapura. Po, dhe e mbi ngarkojnë lëkurën me produkte sepse i ndjekin rrjetet sociale dhe nuk e di, abuzojnë pak me veten e tyre, mendoj unë këtë drejtim dhe realisht telefonat i kanë shkatruar në një farë forme, nuk merren shumë me sport me veten e tyre, për shembull nuk shoh të reja sot që dalin dhe ecin, por shoh gjithmonë në moshë pak më të vjetra që dalin dhe kujdesen për veten e tyre. Sot për shumë ka rasti që unë i them një 24 vjeçarës ose 23 dhe i them hajde ato dalim që të ecim në gërmi ose jo përtoj. Do me thënë, dhe kjo është një stil jetese që ne përpara kemi dalur, kemi lozur jashtë, kemi ditur çfarë do të thotë oborri për ne, kurse sot të rejat janë të mbyllur në 4 mure dhe me një smartphone në dorë. Ka pasur moment kur Besa ka dashur të dorëzohet nga vështirësitë e profesionit, punës, jetës në përgjithësi? Në aspektin e punës time, nuk mund të them që kam dashur të dorëzohem, por ndoshta në aspektin tjetër të jetës time personale, po, ka pas raste që ndonjëherë them, dëgjoj, unë jam e fortë, po deri në këtë pikë më nuk munda. Nuk shkon tutje. Nuk shkon më tutje, por prapë e kam ndier forcën ime më shkthyer kur unë kam punuar. Do të thotë, e vlerësoj shumë punën time që bëj, sepse shpeshherë kam qenë ndoshta deri në rënje sipër, edhe e di që kjo puna ime më ka ngritur dhe forca e punës më ka bërë kjo që unë jam sot. Dhe kështu i kete kaluar, dhe të jetë një mesazh edhe për gjitha gratë që ndoshta mund gjenten, ndoshta në një situatë jo shumë të mirë emocionale, edhe me punë, me umar, me punë, çdo gjë me punë. Në rast edhe puna e nis që nuk t'jep një kënaqësi të tënde, atëherë gjej hobit e tua. Do me thënë, kemi shumë hobi që kemi sportin, ose kemi shëtitjet, ose kemi qofte edhe shopping, që shumë gra kanë qef, do të thotë që ne sot të veshemi firmato dhe themi që po mirë, ne nuk i kemi kushte që ne mund të blejmë, jo, mendoj edhe gjërat që nuk ka në një firmë shumë të njohur. Ose në një kostë shumë të madhe. Në një kostë, si që the, edhe mund të ndihesh mirë, sepse ajo të bën mirë ty, realisht. Mendoj që shpesher ne kemi raste që ndjen veten themi, okej, tani do dorëzohem, po atëherë bëhemi më të fuqishme. Shumë e vërtet. Krejt për fund, sa është e vështirë që të jesh një grua në biznes? Si e the pak më herët që je shefja vetës, por që nuk vjen edhe bashkë me lehtësira. Patjetër që nuk vjen, është një rrugtim që ti duhet kalosh, e para punës duhet njohësh veten, ku ke gabuar, ku ke çaluar në këtë drejtim. Çfarë duhet të bësh që ta ndryshosh këtë gjë, në rast se ti ke një vullnet tjetër, se ne si shqiptari e themi shpeshherë këtë gjë. Po kjo kur u bë, kjo deri dje ishte bënte make-upin, deri dje është bërë me flok, si sot estetiste, si ti besoj unë, ose të tjera. Kur ti e ke një talent të tënde brenda vetes tënde dhe nuk e ke shfaqur akoma, kjo një kohë nuk ka, vetëm thjesht që ti duhet të dish
ta shfaqësh dhe të punosh në atë drejtim. Të jesh në momentin e dur. Të ndihesh po në momentin e dur. Mendoj që është e rëndësishme njeriu t'i besoj vetes për atë që bën. Patjetër që kanë patur raste shumë të vështira dhe në këtë drejtim që si do t'ja dalë me 2 ose me 3 pika, po ishte shumë e thjeshtë. Okej, i bëra disa matematika të mia që e thash dhe më përpara. Në matematikë nuk është jam shumë e mirë, por në këtë rast kam qenë i mbylla dhe unë sot e kam në një vend kur unë jam me klienten shumë afër, nuk kam nevojë që t'i nga një pikë te tjetra dhe t'i kanë të gjitha në një vend, edhe ndihem shumë mirë. Do të thotë, zgjidhjet janë gjithmonë prap fshehur tek neve. Vetëm thjesht duhet gjesh momentin e dur dhe pastaj zgjidhjet vjen vetë. Kënaqësi që të pata këtu Besa, kënaqësi që të pas edhe pas shumë vitesh, edhe të uroj shumë suksese në drejtimin që ti ke ndërmarrë, edhe pse jo, ndoshta të kemi prapë në studio për diskutuar për tema tjera. Me kënaqësinë më të madhe. Kënaqësi edhe një herë. Faleminderit.